Zonja dhe zotrin, mirë se vinin klubin sportiv. Unë jam Drilon Gjobollari dhe në Mjullë Vazhdin do t'jemi së bashku për të folur për kampionatin botëror. Zvicra e Granit Xhakës mori fitore të rëndësishme 2-1 për balë Katarit dhe siguron raundin tjetër të kompeticionit. Fiton edhe Bosnia me shifrat 3-1 për balë Katarit dhe do të shpresoj të kualifikohet si vëndi i tretë më i mirë. Ndërkohë, Maroku mundi 4-2 Haitin dhe kualifikohet në fazën tjetër të botërorit së bashku me Brazilin, i cili dhuron spektakel duke fituar 3-0 për balë Skocis me një dopjet të brazilianit Vinicius, ndërsa lumturia ishte e madhe për Seleçaon pasi Neymar u rikthye në fushë pas një mungese të gjatë. Ndërkohë në sfidat e tjera, Çekia u poshtë nga Meksika 0-3 dhe eliminohet nga Kupa e Botës, ndërsa Meksika kualifikohet me një seri rezultate shtepër pozitive, 3 fitore, asnjë gol i psuar dhe 6 të shënuar. Edhe Afrika i Jugut arritin fitore të rëndësishme 1-0 për balë Koresë së Jugut. Ndërkohë, sonte në mbrëmje do të luajnë Curaçao, Bregu i Filtish dhe Ekuador Gjermani në orë 22:00, ndërsa në mesnatë Japoni Suedi dhe Tunizi Holand në orën 1 dhe në orën 4 të mëngjesit Paraguay Australi dhe Turqi SBA. Për diskutuar për Kupën e Botës do të flasim me redaktorin përgjegjës në RTS Sport, gazetarin Jorgis Memo. Jorgis, përshëndetje. Përshëndetje. Kupa e Botës interesante me Brazilin, i cili po rikthehet dhe Neymar, një element shumë i rëndësishëm, por edhe Vinicius nga një lojtar që ka shumë shpresa tek i gjithë populli brazilian. Si e pe këtë fitore të Brazilit? Po, ishte një gjë natyrshme, domethënë nëse i ndjek ato intervistat e Ancelotit në vazhdimsi, është pak a shumë ajo që ka palemëruar vetë trajneri. Të gjithë, ndoshta me Marokun, u zgënjyen, prisnin një Brazil të dilte në atë lojë që ka në traditë historike, por tani të gjithë dilte luajnë futboll, nuk është më ai Brazil që presin tifozët brazilian, më së shumti. Ka ndryshuar shumë, edhe futbolli ka evoluar, po edhe Brazili u bë mbi 2 dekada që nuk fiton kupote, kështu që mendoj gradualisht Brazili erdhi aty ku do vetë trajneri, ndoshta edhe simpatizantë lojës së Brazilit. Natyrisht vetë fillimi nuk besoj që është barometër kundërshtari i djeshëm. Tani besoj çdo që bëhet më vështirë çdo ndeshje për Brazilin, po jo vetëm, edhe për ekipet e tjera, por që rikthimi në formë i Vinicius, rikthimi i Neymarit që natyrisht është një lojtar legjendar për Brazilin, ka ato shenjat e veta dhe sulmuesi tjetër Cunha që është i Manchester United është pashtu një bonus që Ancelotti ka aktivizuar titullar thjesht çdo ndeshje. Kemi një Brazil që besoj do jetë deri në fund në atë garën të paktën për katërshet. Duke parë këto performanca, sigurisht është ende e erët, megjithatë çfarë përshtypje ka lënë dhe a mendon se edhe me rikthimin e Neymar Brazili mund ta fitojë Kupën e Botës? Është herët shumë Drilon për të thënë kështu konkluzionet e qarta, janë vetëm ndeshjet në faza e grupeve përtej asaj spektaklit shumë golave që na ka dhuruar dhe është bërë dëfryse për tifozët, por nuk mendoj se ka pasur një cilësi të madhe që edhe Brazili të jetë vetë në provë të madhe. Vetja provë e Brazilit ishte me Marokun që nuk po them dështoj sepse Maroku është një kombëtare që tani do të llogaritur tek ekipet pretendente, të paktën për atë gjysmëfinalet, e ka treguar edhe në edicionet e kaluara, kështu që besoj që i duhen 2-3 prova shtesë për të kuptuar dhe vetë Brazili ku është, mendoj që i ka të gjitha mundësitë. Nuk diskutohet fare me grupin që ka. Brazili historikisht ka pas element fantastik, por ndoshta i duhet një trajner si Ancelotti që të bëjë atë grupin dhe të jetë më pragmatist mbi të gjitha, të jetë më tinit, një Brazil që fiton. Në mund mos argëtoj shumë, po të paktën fiton. Ndërkohë fitore të rëndësishme mori Zvicra e Xhakës, duket sigur ka humbur pak nga shkëlqimi, largohen Shaqiri ka qenë një element i rëndësishëm, megjithatë Xhaka sërish është protagonist. Si e sheh rrugtimin e saj në këtë botëror? Zvicra besoj është brenda pritshmërive, mendoj që ka bërë mirë tani, përveç asaj ndeshje së parë ku ndoshta kjo janë pak specifike këto ndeshjet e para, varet si të marrin presioni që gjithë tek skuadrat që janë pak më me emër, por që shikoj një skuadër të fortë që mund të shkojë, nuk po them mund të shkojë lart, po të paktën deri në 8 që besoj dhe ata vetë mund të jenë të gjeshëm që mund ta tentojnë. Ka element shumë interesant,
por gjithsesi prapë ajo që the ti që Xhaka mbetet lider në atë ekip. Edhe në ndeshjet e fundit ka treguar, jo thjesht mënyra e lojës së tij, domethënë edhe vetë Zvicra varet shumë nga cilësitë e Xhakës. Pavarësisht se mosha kalon, por ai vazhdon të jetë lider. Megjithatë, pavarësisht se mosha e tij po kalon, ka dhe një interes real nga Reali Madridit. Mendojnë që mund të varet edhe nga prezantimi i tij në këtë botëror nëse do të finalizohet një kontratë? Çdo gjë mund të jemi në kohët e sotme, çdo gjë mund të bëj vaki, Drilon, nuk diskutohet. Xhaka vjen nga një sezon i mirë, mendoj, shumë pozitiv në Premier League. Emri Real Madrid ka qarkulluar, me sa mbajmë edhe kohë më parë, po them para 3-4 vitesh, ku Xhaka ka qenë në kulmin e vet, ka qenë te Arsenali në top lojtarët e pozicionit ku luan. Të shpresojmë qefi do na bëhet, por unë e shikoj pak të vështirë, sepse Reali do të kuptojmë që Reali në ato pozicion ka lojtarë shumë të klasit botëror, por nuk është as pak kur mos thuaj kur. Kjo insistoj sepse nga burimet e mia pranë Xhakës, përfaqësues të lojtarit, ai ka komunikuar me Mourinho dhe Mourinho ka dashur gjithmonë dhe më tepër e pëlqen për karizmën e tij dhe rolin që ka në dhomat e zhveshjes, dhe kjo ndoshta mund të i influencojë. Kjo është një indicie fortë, është ajo që është përmend dhe kjo më parë si detaj, faktikisht është nga ata lojtarë që i pëlqen taktikave të Mourinhos, futbollit që bën Mourinho, i lojtar që në mesfush varet gjithçka nga këmbët e tij, jo thjesht pjesa e ndërtimit të aksioneve, po aq më tepër të shkatrimit. Një lojtar i ka saktësinë e pasimeve gati për çdo ndeshje 80-90%. Sigurisht është në kulmin e vet tani, po do të lëm kohës, nuk mund të flasim para. Është diçka që jemi në periudhën më të nxehtë të pjesës botërore që Xhaka Spanjër duhet të bëjë mirë me Zvicrën dhe të uron pasaj që konkretizohet gjithçka. Do ishte diçka shumë e madhe edhe për karrierën e tij, me gjithë këto vite që ka bërë mirë në Premier League, me një mbyllje. Do ishte qershia mbitor për diskutim transferimit të Los Blancos. Do ishte kulmi i karrierës vet. Ndërkohë edhe Meksika, që duket le të themi një kundërshtar jo shumë i fortë në këtë botëror, ka marrë 3 fitore, ka një ecuri mjaft mirë, luan vendin e vet, si e shikon në rrugtimin e saj? Mund të presim surprizë? Po Meksika është fakt që ka marrë 3 fitore. Është ajo që thua ti, luan në shtëpinë e vet, ka pas shumë entuziazëm, ka lojtar shumë interesant. I kemi parë lojtarë që futen në fushë me atë edhe faktit që luajnë në vendin e tyre, do të jam diçka shtesë, por që siç thamë edhe për ekipet e tjera, barometri për Meksikën do jetë tani faza më tej, atje do tregohet domethënë kush bën diferencën, por nuk përjashtoj asnjë surprizë. Unë personalisht Meksikën e futet këto ekipet që luan mirë futboll. Për vërtet ka bërë ndeshje të bukura. Jo, është një nga ekipet që e kërkon në pavarësisht, ndoshta mund me Panama, ndoshta mund të ketë pas ato, ka bërë dhe paraqitje jo bindse, pa ndeshjen e dytë, me sa më kujtohet, por është ekip që luan mirë futboll dhe di çfarë kërkon. Kjo është ka një trajner me shumë eksperiencë, kjo është mbi të gjitha, që e njeh mirë grupin prej vitesh është aty. Ndërkohë, ndalim pak tek ndeshjet e sotme, Ekuador, Gjermani, pancerat nuk janë më si më parë, nuk kanë një lider, një golashënues klasik. Megjithatë, si e sheh këtë Gjermani dhe çfarë ka bërë më shumë përshtypje? Po Gjermania për fat të Gjermanisë ishte një grup që nuk mund të themi që duhet ta marrim të mirëqenë si etalon. Bëri atë detyrën e vet Gjermania që nuk do falësh, e pamëshirshme ndaj këtyre ekipeve që thonjza të vogla. Ajo që thua ti që ka përzgjedhur Undava, nuk ka atë nënçi tipik që Gjermania ka pasur historikisht, por ka brenda lojtarë shumë cilësorë, luajnë në klubet më të mëdha në Europë. Kështu që Gjermania, ashtu siç folëm edhe për skuadrat e tjera, do shikohet në vazhdimsi. Nuk mund të japim një konkluzion për Gjermaninë kur luan me Kuraçan. Pavarësisht se kur luajti me Bregun e Fildisht, vuajti shumë me zorë në fund fitoi. Është ajo që folëm. Me Bregun e Fildisht hasi shumë vështirësi, por besoj deri në fund ktheu ndeshjen. Kështu që sot është një ndeshje më shumë qefi për Gjermaninë. Ajo është e kualifikuar, kështu që kjo faza e grupeve mendoj se i ka vënë disi në gjumë këto kombëtarë që janë
në thonjza favorite, ose që shikojnë nga të gjithë që do shkojnë lart. Është e vërtet kjo për shkak se janë shumë herë diferencat të mëdha nëse i krahason me grupet, por sigurisht ky ishte botërori ekstra larg me 48 ekipe. Po. Është ajo që folëm, çështja e kualifikimit, edhe vendet e treta janë në lojë, janë u ka bërë autostradë. Më shumë jemi kënaqur me pjesën e golave të Messit, Ronaldos, Mbappés. Qëndrojmë pak te golat, tani si shikon këtë garën për këpucën e artë, rikthehet Ronaldo, do pjetë, u ktheva, ju tha edhe kamerave pasi shënoi, duket sikur u minimizuan pak ato problemet e Portugalia, por janë evidente dhe me atë se çfarë është raportuar gjatë gjithë kësaj periudhe, duket që ka një përplasje Ronaldo Bruno Fernandes. Nga ana tjetër është Messi që shkëlqen dhe gjithë i rrin pas tek Argentina. Jo, para mendo nëse këta Messi, Ronaldo do të ishin në formën e tyre më të mirë, se çfarë mund të bënin në këtë nivel që kemi aktualisht. Mund ta nisim edhe më nga 5 gola. Gjithsesi është diçka e bukur për ata, ambicia e tyre, egoizmi, 41 vjeç, botrori 6 nuk është pak. Tani vërtet Martinez, tani portugalist është kritikuar, por është shumë e vështirë të futesh në kostumin e tij. Si mund të lësh në stol Ronaldo? Sigurisht mund ta lësh kur e meriton kështu, po është lideri i Portugalisë. E tregoi, e furnizuan me topa, shnoi 2 gola, krijoi raste të tjera, kështu që patjetër. Kjo është ajo diferenca dhe e trajnerëve. Ai ka pas shumë presion, gjetën një kundërshtar të Uzbekistani për të shliruar të gjithë, edhe Portugalia është aty, domethënë, është e futet ekipet pretendente. Pastaj kjo gara me Messin është gjithnjë e bukur sepse rekordet janë bërë për të thyer edhe do vazhdojnë, besoj. Është një garë e bukur që na ka shoqëruar gjatë 15 viteve të fundit ose edhe më gjatë, për atë se çfarë kanë ofruar futbollit. Për ju personalisht, kush është më afër këpucës së ardh dhe kë kombëtarë mbështesni në këtë kompeticion? Unë besoj që do shkoj deri në fund tek martë të mirëqen, sepse Haaland për shembull është pjesë e Norvegjisë. Ndoshta Norvegjia mund të jetë surpriza e këtij edicioni. Nuk asgjë nuk mund të thuash kurrë, si thonë. Besoj favorit mund të jetë Mbappéja me Messin. Duhet edhe Portugalia ndoshta mund të bëjë atë, se prapë nuk quhet surprizë, edhe po shkoj Portugalia deri në fund. Por që e shikoj çik më afër duelin Messi-Mbappé. Shikoj një Francë shumë të fortë, një Francë që mos them që mund të ketë 2-3 skuadra, jo një skuadër. Edhe shikoj një Argjentinë shumë të pjekur. Kjo më bën përshtypje, një Argjentinë që ka arritur në pikën që mund të fitojë edhe me shumë thjeshtësi. Luan dhe futboll, por edhe është cinike. Pastaj Messi është shumë efektiv. Messi nuk vrapon se çka vrapruar, po në 20 metrat e fundit di të bëj diferencën dhe kjo është një plus shumë i madh për Argjentinë. Pastaj Mbappé që duhet për të fituar. Po, patjetër. Po shikoj më shumë te pjesa Francë-Argjentinë shikoj edhe të punën e goladorit deri në fund. E qartë. Mirë, Jorgis Memo, ishte kënaqësi të kishim program. Kënaqësia ime. Faleminderit. Mirë, do të shkojmë tek Neymar Junior, i cili festoi rikthimin në fushë lot pas fundit të ndeshjes, festoi me familjarët, pati disa postime të ndjera dhe të veçanta në rrjetet e tij sociale, por përdori dhe një fotografi me Hamilton dhe një thënie të tij për të treguar atë se çfarë vuajti gjatë kësaj periudhe që ka qëndruar jashtë fushave. Së bashku me mbishkrimin, ai përfshiu frazën që shoqëroi mikun e tij Lewis Hamilton gjatë një krize të tjetër të gjatë nga seria e zhgënjimeve me Ferrarin deri te fitoria në çmimin e madh të Barcelonës rreth 2 javë më parë. Lewis e ripostoi postimin në llogarinë e tij gjithmonë përsëri piloti britanik. Lidhja midis të dyve duket se daton që nga Kupa e Amerikës 2016, ndërsa në vitin 2017 ata shkuan së bashku për të parë një ndeshje finale të NBA nga Stoli. Respekti i tyre i ndërsjellët është konfirmuar në vitet që nga ajo kohë, me Luis që ndoqi disa nga garat e Neymar para çmimit të madh të Brazilit në 2021. Kohët e fundit Neymar u shfaq në garazh për t'i dhënë pilotit britanik disa këpucë të personalizuara të cilat ai ka përdorur duke luajtur futboll. Mirë, me këtë informacion kemi mbritur në fund të Kubi Sportiv për sot. Duke falenderuar për vëmendjen, bashkë, mirupafshim.